E përditshmja britanike The Guardian është ndalur në Shqipëri në një nga artikujt e radhës që ja dedikon ishullit të Sazanit, ku sipas shkrimit, një nga ishujt e fundit të pazhvilluar në mesdhe i është dhënë për menaxhim familjes Trump. Në krye titullin e The Guardian, shkruhet se Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj Jared Kushner do të shpenzojnë më shumë se $1 miliard në një ishull shqiptar që do të jetë një vend pushim luksoz pasi të jenë hequr municionet e pashpërthyera. Sazani, një ishull i vogël pranë Bregdetit të Shqipërisë, me peizazh mbretëlënës i mbushur me bimë të shumta si fir, livando gjigante, rozmarin, pisha dhe dafina, ku pamja nga maja e ishullit me perëndimet e diellit janë marramëndëse. E përditshmja britanike The Guardian në brendësitë e artikullit shkruan se shqiptarët e quajnë tashmë Sazanin ishulli i Trumpëve. Edhe pse deri më tani ishte kryesisht i paprekur nga zhvillimi, është në prag të bërjes një kryeqendër për turizmin ultra luksoz, një tjetër shtesë në portofolin e pasurive të patundshme të Ivanka Trump dhe Jared Kushner. Gazetari i prestigjozës The Guardian thekson në artikull se kur e kontaktova Jared Kushnerin në telefon, zbulova një entuziazëm të madh për Sazanin, të cilin ai dukej se e konsideronte si një thesar, pasi Kushner planifikon të krijojë resortin ideal. Ishulli i Sazanit me pyjet të harlisura dhe ujëra të thella të kristalta ka edhe mjaft emra intrigues, si Gjiri i Parajsës, Gryka e Ferrit, Gjiri i Djallit dhe plazhi i Admiralit. Në fund të artikullit, e përditshmja britanike The Guardian shkruan se edhe kryeministri Rama ka theksuar se Shqipëria ka nevojë për turizëm luksoz, ashtu si një shkretir që ka nevojë për ujë. Sipas The Guardian, vetë Jared Kushner e ka konsideruar kryeministrin Rama si një partner i shkëlqyer dhe shumë largpamës për investime strategjike.